Në fillim të vitit 2023 në Bashkimin Evropian jetonin 27.4 milion persona që nuk ishin qytetarë të BE-s, sipas të dhënave të Eurostat. Këta përbënin 6.1% të popullsisë së BE. Në vitin 2023 u regjistruan 25 shtetësi jo BE, që secila përbënte të paktën 1% të gjithë rezidentëve në Bashkimin Evropian. Së bashku këto grupe përfaqësonin 74.7% të totalit. Komunitetet më të mëdha që jetonin në BE pa patur shtetësi të një vendi antar ishin shtetasit Ukrainas, turq, maroken dhe sirian, ndërkohë shtetasit kinez, përfshirë Hong Kongun, dhe rusët zinin përkatësisht 3.9% dhe 3.3% të numrit të përgjithshëm. Shqiptarët renditen në vendin e 9 me rreth 2.3% të totalit të huajve që jetojnë në BE, pasi Indisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Në vendet e BE-s jetojnë rreth 3.2 milion ukrainas dhe 2.1 milion turq, sipas të dhënave të Eurostat, duke u renditur të parët në numër. Por emigrantët nga të dy këto shtete vijnë nga vende me popullsi të mëdha, ku Turqia ka 87 milion banor dhe Ukraina 39 milion banor, duke bërë që emigrantët në raport me popullsitë e tyre përkatëse të jenë vetëm 2.4% dhe 8.4%. Në BE, sipas Eurostat, jetojnë rreth 630.000 shqiptar, të dhënat nuk përfshin Greqinë. Kjo është e barabartë me 26% të popullsisë që jeton në Shqipëri, shkruan Monitor, duke na renditur të parët në BE në raport me popullsinë, sipas të dhënave të përpunuara. Nëse shtohen edhe ata që jetojnë në Greqi, që janë të paktën 400.000 persona, shifra e kalon 40%. Në nivele të larta është edhe Kosova, që renditet e dyta për shtetasit që jetojnë në BE në raport me popullsinë përkatëse. Ballkani Perëndimor vijon kryesimin me Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinën. Të dhënat të tjera të Eurostat bën të ditur se në vitin 2023 u dhan rreth 75.000 leje qëndrimi për shtetasit shqiptar nga vendet e BE-s. Në 2022-2023 janë dhënë gjithsej 154.000 leje qëndrimi për herë të parë, që nga viti 2008 kur Eurostat raporton të dhënat, kanë marrë leje qëndrimi për herë të parë rreth 920.000 shtetas shqiptar. Ikja në vendet e BE-s është një nga arsyet kryesore e rënies së ndjeshme të popullsisë. Instat gjeti në censin e fundit se popullsia e vendit është reduktuar me 420.000 persona në raport me censin e mëparshëm të 2011-s. Në vend, sipas Instat, tashmë jetojnë vetëm 2.4 milion persona.